Tonelata të tëra me lakër kanë mbetur në parcela në zonën e Divjakës. Këtë vit bujqësor fermerët në bashkinë e Divjakës kanë mbjellë rreth 300 hektar me lakër të bardhë me një pritshmëri rreth 1800 ton prodhim. Aktualisht çmimi i shitjes së lakrës në tregun e shumicës së Divjakës është me 70 lekë të vjetra për kilogram. Fermerët shprehen se me çmimin aktual janë të falimentuar. Lakra po hiqet me 7 lekë, 8 lekë, po s'ka tërheqje, nuk ka tërheqje. Tregu i dobët. Po hiqet me 70, me 80 lekë. Ai merr 2 kuintal, 3 kuintal trektari dhe ai thot nuk më hecën malli e di. Kok lakë me 80 lekë. Çmimet e plenat janë rritur, po së nuk punon pikat e grumbullimit, ne si fermer kemi marru. Po nuk punoj eksporti, Shqipëria mbaroi. Lakra kok tani për momentin është me 70 lekë. Për ne si fermer jemi grop, po na përzejmë zor nga Shqipëria. Pikat e grumbullimit të fruta perimeve që punojnë në eksport nuk po tërheqin lakër, çka bën që çmimi të jetë tepër i ulët.